kanalin tim në vlogmas numër 6. Nuk më besohet që jemi tek numri 6 dhe nuk është se po bëj vlogmas koti dhe të shkurtër, por po ja dal bëj vlogmas tamam. Biles po thuaj se më mirë se sa edhe video që bëj zakonisht, vlog. Jam këtu sepse dua t'ju tregoj diçka që më ka ardhur nga TikTok Shop. Ta drejtojmë çik telefonin? Okej. Nga TikTok Shop. Po thoni ju çfarë është. Unë kam hapur normalisht sepse më duhet bëja video në TikTok për TikTok Shop. Është kjo pjastra këtu. Dhe më shumë e kam marrë për Amarilisin sa për vete, por që me që jam këtu thash t'i provoj një herë se më pëlqejnë këto ondet kështu. Më pëlqejnë shumë. Edhe vinë kështu me këtë kartoni dhe thot Luce, Vincenzo, temperatura, tutti i tipi di capelli, certificato, gjithë më radhë dhe keni këtu shënuara. Dhe thash pse jo mos ta ndaj edhe me ju këtu në YouTube, duke qenë se kjo ishte për në TikTok. Duke qenë se e di që kam shumë goca që nuk kanë TikTok. Tash, do ja u tregoj gocave edhe këtu, dhe kjo letra e instruksioneve qysh apo tek, që të shpjegon të gjitha. Edhe, normalisht edhe qeska e i mbajmë gjitha amballazhet që t'ja u tregojmë, t'jemi sa më shumë realist. Tani mua më duhet për momentin një kapse, që të bëj atë kapjen, që të provoj çik ndonjë çoka. Kam shumë qef, mua më janë përdryer faktikisht goca se më kanë dalë shoqet e mia thinja këtu. Por goca 31 vjeçe unë kam thinja. Më thoni edhe ju nëse keni thinja apo jeni bjonde dhe si u duken. Se neve brune dhe na duken. Edhe si përshefim dot. Ta provojmë një herë. Ha. O njerëz, u dogja në 3 vende deri tani. Qofse tek vlogmas i radhës do më shikoni me shenja, do thotë që jam ndjekur. Ta provoj një herë që duket. Duket kështu. Së dia, si do jetë, e kam provuar çik të video me Amarilisin, por mendoj se do duken bukur. Mendoj. Do çik durim t'i bësh, me thënë drejtën. Fort durim nuk është se kam tani në ftohtë të darkës, po për video, ropi qa s'bën. Kështu duken. Mendoj se do më shkojnë shumë t'i bëj gjitha, por këto majat më mirë t'i kisha vënë poshtë, dhe ishte më bukur kështu mendoj. Ishin më bukur. Kështu? Ngjaj bukur moj. Sa bukur që ngjajnë. Imagjinoni gjithë flogun kështu me onde. Pastaj ta hapësh. Unë mendoj se do më shkojnë shumë me onde kështu. Është një ondë e lehtë. Siç e dua edhe unë, se nuk e dua onden shumë. Këtu dogja, ta dini. Këtu dogja. Kaq, mendoj se do jetë shumë e bukur, jo më shumë. Kur më shkojnë Amarilisin, mua mbajt valur. Nëse se provova për shpar shumë shpejt, sa për vite se do shkonte në një ditëlindje. Të shoqes, u dogja prap. Nuk që ka dhe që thjesht sa shduket. Okej, unë them që më duhet të marrë një kapse dhe t'i bëj si duhet, një sekond. Dhe t'ju them që jam ndjekur vërtet shumë. Po hajtë më. Kështu është kur ne femrat do të dukemi të bukura ne. Dhe jam sa e mirë, më pleqëri. Oho. Do të ka çorejla tani për darkë. Kam vënë dhe këtë kamerë më duket shumë poshtë dhe më duket po ka përgjysmë, duhet ri këtu
që të duke me gjithë. Po i ta ngrim që lartë këtë telefonin. Normale. Alketa e gati, digjesh akoma? Po, normale që është gati, Alketa digjesh akoma. Babi. Babi. Aspetta. Ami, unë ati mos e unë u dojgja 1-2-3 herë, po më thirrët dhe juve, dhe dal nga banja me vula. Babi. O goca, po bëj ca unë dhe po vi, se ndihem dhe kështu se ku më shikoni ju. Paroj dhe të vi. Edhe, ja. Edhe, ja, si duket goca. Shkoni? Duken shumë bukur, kanë shumë volum, shumë. Dhe si fillim duket çik çudi se unë jam mëson gjithmonë me flokët e mia natyrale, nuk është se i stiloj flokët shumë herë. Zgjohem bilas as nuk i thaj, as nuk i krej lajm, i vejmë përshqirë derisa të thahet dhe pastaj la ashtu. Me raste që unë i sistemoj, por duhet të them që 8 euro, duket se ishte djavleti. U mor për amarilisin, por e përdori edhe në çik mami Alketa. Vabbè, condividiamo le cose, mamma. Po. Do të thotë që do t'i ndajmë gjërat, Amarilis fillon të flasë shqip. Edhe kështu duken, më pëlqejnë shumë, nuk e di si duken aty, mua më pëlqejnë shumë, do të shikoj çik nesër si do zgjohen, po zgjohen nesër si Luan. Do të thotë që ka funksionuar dhe ondet gjithashtu. Më pëlqejnë shumë. Alla fine come hai fatto a farli? Guys, ja bëra dhe amarilisit flokët dhe duket kështu, ishte më bukur se ç'ishte, domethënë kështu. Edhe unë, amarillo nuk na i pëlqevi, po pak rëndësi ka kjo, na pëlqej neve. Non scherzavo, ho detto che allora sei bellissima, vabbè, kështu. Ashtu tha babi, po unë ju pash ju të dy. Ndërkohë jemi edhe me Rezin edhe me Migenën këtu që po flasim, dhe me Benedetën edhe me gocat e Migenës, me Elodi edhe Megan. Edhe kaq, donim të tregonim se si u bën sot, si Luanër, një zi, një bardh. Ha. Kam bërë një video. Shkojmë Ma pësovi mami. Ami qosik mami se Oh, ma stai zitta, non dire niente. Dai, su, se non è per me. Amarilis ja shullur të këma ime njerës, po përshon aq shumë, sa mua ma thërë mund qatë kokës shumë. Ah, se ne stavi. Qo tani, Amarilis, qo tani. Marshmallow tostati. Oh no, fiamme troppo alte. E në gjësë që accento që ka, di Natale. Fuoco. Chiamo subito i bombieri. Bene, chiude il rubinetto dell'acqua in attesa del nostro arrivo. Niente, faticoso, cucciolo coraggioso. Oh, patale!
Mirëmëngjes, guys! Sot është shtunë dhe unë jam ngritur me Arlin, po pi një kafe, Marili s'është në gjumë, Marili është në punë. Dhe nisim kështu edhe këtë ditë që do jetë në vlogmas numër 6. Të marrim në përditshmërinë tonë. Unë jam akoma me pijama, sa kemi larë sytë edhe dhëmbë. Edhe pijama tani, përpres ngrohet qumshi që kafe. Porta via quel vecchio tuo. Sì, lo sapevo, era davvero squisita. Bene, signore e signori, ora facciamo un bel applauso per il signor Porta delle sue torte. E adesso tocca la band della Paw Patrol. Coraggio, cuccioli, tocca a noi. Sbrigati, Apple. Dhe voilà. Ottimo lavoro, cuccioli. Può aprire. Ora vediamo se funziona tutto. Vazhdojmë me mëngjesin, goca. Do I bëj Arlit vezë të rragur. Dhe më pas do të bëj 2 vjutër. Me pak gjalpja bëra vezët. E di që do t'i hajnë gjitha, për të paktën sa të bëjnë një qenëve pak, duke qenë se Arli pinë gjithmonë një lloj ilaçi njerëz, 2 herë në ditë, në mëngjes dhe ndarë. Edhe pasi e pinë, e mira është që të hajnë diçka avash-avash gjatë ditës, domethënë nuk është nevoja ta shtrëngojmë shumë. Edhe unë po I bëj mëngjesin. Marili si është në gjumë. Mua më bëm ka koka sot, jam ngritur me një dhimbje koke sot. Gjithashtu dua që t'i bëj urimet më të sinqerta dhe me zemër gocës vogël të Milenës, Megan, edhe 100 zemra vogël. Lazia Alketa dhe do shumë. Ritu, bëu gocë e mirë, bravo. Jem me fat që ke një mami si Milena. Që do rritesh dhe do bësh një vajzë shumë e mirë. Shumë urime për ty dritë. Nuk ka mama pjadina, mama po të bënë salqiqe, qunit dhe det. Kam para atje tek Temu dhe tek Shein që janë ca forminit bukra për fëmijët që t'i bësh vezën. I bën forminit e digani dhe jetë vezën sipër dhe bën formylli, zemre, lëpurushi, gjëra kështu. Kam menduar që t'ja marr duke qenë se është gjë e bukur për fëmijët, ja bëj ndonjëherë, jo gjithmonë, duke qenë se ushqimi duhet të konsumohet dhe nuk do të ketë naze. Por nëse keni fëmijë që bëjnë vërtet shumë naze dhe nuk ju hajnë para ushqim, ju këshilloj që të provoni mënyra, metoda të lezetshme që shikoni gjithandej nëpër video, sepse vërtet I stimulon fëmijët që të ushqejnë, sepse I duket si një lojë. Dhe pse unë jam pak pro edhe kundër kësaj gjës, pasi ushqimi është ushqim, do t'ulet, mbarosh ngrëni dhe pastaj mund t'lozim. Por kur na zë ky hall, do t'i vim në ndim hallit. Edhe tani do t'i pjekim pak vjustërat, gjithmonë me pak gjallë, ose me vaj ulliri. Bën shumë mirë. Një trime, nuk ka nevojë që të edhe shumë. Sa kam mbaruar të pirë kafe, mirë. Kjo mjudi pijamave në shtëpi me fëmijët, mungon vetëm Marildo, është shumë bukur, shumë ngrohtë, shumë rehat. Marilda sot ka ikur në orën 7:30 nga shtëpia dhe do vinë diku në ora 4:30 mas ditës, sepse kështu ka një punë. Ka për të çuar babin e vet deri diku, dhe pastaj do vinë në shtëpi. Që kështu dhe jemi një martite, një ditë vetëm pa baba Marildën. Në ky vlogmas kam për t'i futur pak edhe ca xhirime që ka bëra Marili sikur shkovi të këndonte.
Edhe këto janë vlogmas të mia goca, nuk mund të ju tregoj gjëra që s'ndodhin, do ju tregoj për ditëshmërinë çfarë bëj unë realisht ditë për ditë këto ditë. Që kështu shpresoj që t'ju pëlqejnë, është një punë shumë e madhe për mua duke qenë se mami full time. Në shtëpia do zonjën e shtëpisë ditë për ditë, burri po do gruan e vet ditë për ditë, ju po më doni ditë për ditë, unë tani në këtë periudhë nga data 1 deri 25 jam kështu. Pastaj nga data 25 e tutje do heq spinat dhe mos më kërkoni se vërtet kam shumë nevojë për qetësi. Dhe jam aktive pastaj në datën 5 janar. Do bëhet edhe ditën e Arlit datën 4 janar dhe në 5 fillon motorrat të sendizën dhe punojmë prapë. Se kam vërtet, realisht shumë vërtet nevojë për pak pauzë. Që të rije dhe unë pak, mos ta kem atë ide në bobo më shkruajten, ose ju do më shkruajnë, unë jam e sigur që do më shkruani, por që unë nuk jam operative, nuk dërgoj për osira, nuk që kështu kush është interesuar t'i marrin që tani. Tu e qiqe. Jara, sa qiqe janë këto, që janë këto? I kullu tani atje, se erdhëm. Sa të ftofen këto, do t'japin mami pici. Sa të ftofet pjata, do t'japin mami pici. Ja, goca. Këto janë mëngjesi Arlushit tim. Që do e lërë pak edhe do ngele që të majnë nga Marili si pastaj. Jam e sigur që do lërë pak. Shifemi në vazhdim. Ju kujtohet sugua që bëra mbrëm? Po, ju kujtohet. Do ta hedhim të gjithën sot në për vazhdon. Kam përzgjedhur këto vazot këtu, që unë i laj dhe i mbaj se jap se duen ndonjëherë ose edhe kur udhëtoj me Amarildon. I marrim edhe, kam telefonin karikim, i marrim dhe i mbushim me gjëra që na interesojnë. Dhe kush më zgjua mua? Bukur është më më zhve. Buongiorno. Buongiorno më një. Buongiorno më e bukra mamës. Vëndzëllë. Ju ka bërë mami mëngjesin, da është mëngjes me lanë. Hi guys, mirë se erdhe në kanalin Mamis Tim. Unë për ke këndoj babi. Hi guys. Okay. Po kemi këndoj, unë tani së vishëm edhe babi do bëjnë sa video, vero babi? Kur këndoj? Pasaj do editojnë mami, se unë nuk djetë të editoj shumë mirë videot. Po, okej. Qëko me mja tje. Hey guys, erdhem dhe tani po presim që tjetë ora 7, ditë që 7 e gjys 7, okej. Perfetto. Allora, vai. Ok, quello lì, vai.
il cielo diventa nero così, Viola si nasconde, Viola resta da sola, senza dire una parola, la situazione peggiora, la paura la divora, non so se ne tira ancora, non so dove si trova però, i suoi sogni giuro sono nella mia memoria, io sarei maestra, però ci hai insegnato tanto, io giuro vorrei avere anche metà del tuo coraggio, noi da questa parte intanto ci stiamo provando, a farci sentire anche solamente sussurrando. Ja, edhe vlogmas numër 6 deri këtu. Shpresoj që t'ju pëlqej, është pak ndryshe nga të tjerët dhe shihemi në vlogmas numër 7.